aksesor sepse e kom pa hapësirën në Kosovë që mundëm me bo. Se edhe unë kur shkoj në dyqane, kërkoj çanta me qelësi, një kualitet pak më të mirë, dhe thash, okej. Sepse nuk dallojnë nga çantat me trende botnore, Xina, duken shumë të bukura, shumë të punuara mirë, edhe dhe gjithçka edhe mund të vlerësuar. Po, edhe kur i shikon, liqura është shumë e mirë, edhe kam brenda ostarin si e vendosëm, është me ngjyra ndryshme, me different patterns, janë shumë të veçanta. Edhe ato pundore Rafa janë për madherore, janë tepër të mira. So i kum gjetë personat e duhur që e din punën e vetë edhe kanë këtë pasion. Dhe Meraki u inspiru një moment për Rafa nga një çantë që ka qenë pundore për mu. Edhe ato këmë thonë, wow, kjo është diçka që... Duhet me pas krejt. Duhet me pas krejt, edhe është diçka që gratë tona në Kosovë e vlerësojnë se e bojnë, e kanë trashigim nga nënat e tëmve. E kanë bërë gjithmonë. Gjithmonë. Në jashtë nuk e kanë këtë. Në Kanada nuk kom dëgju një shoqe jam që mami vetë bënë pundore shumë. E këto e kemi këtë. Në fakt, gjithmonë kanë qepur çanta, rroba, pundore, me çorap, Gjempera. Në fakt, në sezonin e dimrit është mirë me na sjellë edhe disa çorap dizajnuara të bukura, sepse hyn në aksesor. Të kemi pa Xina gjithmonë duke shumë e kuruar, duke shumë bukur, ashtu siç po dukesh edhe sot. Nuk kam dyshim që të gjitha janë Meraki. Edhe gjithmonë kanë rënë në sy aksesorët e bukur që i ke përdor. Sigurisht që nuk kanë mungu në koleksion as aksesorët. Inspirimin thamë se e gjejmë tek nanat, tek punimet e vjetra që kanë tradicionalen pak. Si e ke mendu ti këtë pjesën e aksesorëve? Janë të përzira pak edhe me tradicionale, me diçka të Kosovës? Jo shumë. Në aksesore ka qenë rëndësishme që janë gurt e tokës, natural, dhe unë mendoj që aksesorët të ndreqen total outfit, dhe gjithmonë të edin, si që gjithmonë kam accessories, ajo është pasioni jem, dhe janë shumë të veçanta të gjitha, të lame me ari dhe silver plated. Yes. Po inspirimi me aksesorë janë nga toka, nga... Janë ngjyrat e tokës dhe janë me gur natural. Exactly, gur natural. Gur natural. Më falë që po flasë ka njerë shumë, po pe di qa po do me thonë edhe po mërona me ndimu. E di. Kjo është defekt profesional kure e ke musafirën dhe shoqe. Ata e di, se ma dentrurin. Po, në fakt është defekt profesional tash edhe pak më herët kur musafirën e ke shoqe. Po gjithsesi, sukseset janë gjithmonë të një pas njëshme kur punon. Po du me të pyet pak edhe në këtë pjesën personale, që nuk mundemi pa i kalu, Xina. Ke 2 fëmijë, edhe nuk është shumë e lehtë në këtë periudhë me i menaxhu të gjitha. Vetëm një grua e zonja mundet me i bo të gjitha. Definitivisht, sepse duke ditur moshën e fëmijëve që janë shumë të vegjël, shumë jo, po kushtimisht po them janë ende të vegjël, ke pasion, ke dëshirë, ke vullnet me